Sot është 5 maj, dita e dëshmorëve të atë dheut. Kjo simboli, sepse u vraqe Mustafa, po dita e dëshmorëve të përfaqëson gjakun e derën në breza. Dhe si vjetë, ky 5 maj ka një veçori, se është 80 vjetori i përfundimit luftës dytë botërore. Lavdi dëshmorëve, kam 3 dëshmorë. Festë e dëshmorëve. Ata janë vërë me zjarrin e luftës nacionale shqiptare, kanë vdekur për një liri, për një atë që kemi dhe sot, që e ruajmë dhe e mbajmë. Gjaku tyre nuk shpërblehet me kaq, gjaku tyre ata kanë dhënë jetën për këtë truall, për neve duhet ta mbajmë edhe ta trashëgojmë me breza. Ata luftuan dhe çliruan Shqipërinë me forcat e veta, edhe u hodhën si rrufe mbi armikun. Kjo është dita brillante e kombit shqiptar, të luftës nacionale shqiptare, që vajti mira të vrarë. Dhe emri është vend i stratia që marrë stafës është dita më e lavdishme e kombit shqiptar. Kush nuk nderon e kush nuk respekton këta njerëz që vranë pa dheu, ata s'meritojnë asnjë gjë tjetër. Sot është 5 maj dita dëshmore. Dita dëshmore që dhanë jetën për shlirimin e atë dheut. Dhe ne sot e ndjemi vetë krenar që vim dhe e qojmë lule dhe ju kujtojmë. Dhe gjithmonë dhe fëmijët tanë dhe ndipërit tanë kudo që të jenë, neve do i brimosim që të mos i lëmë në rrës t'i kujtojmë. Kjo është një ditë shumë e veçantë, një ditë që realisht tregon njëkohësisht dhe dashurinë, respektin dhe mirënjohjen e një populli tërë për sakrificat që ka bërë djemtë e tyre, ndoshta në kohë të shkuara, por që në vetvete kanë dhënë këtij vendi vlerat dhe njëkohësisht atë integritet në cilën jemi ne sot. Dhe kjo nuk është vetëm një mirënjohje, por njëkohësisht është dhe një angazhim i mëtejshëm që ky vend duhet të eci përpara, duhet të zhvillohet, duhet të eci në rrugën e demokracisë dhe siç kanë bërë detyrën e tyre ata djemë dhe vajzat që sakrifikuan jetën e tyre për lirinë e vendit, na takon neve tashmë të kemi një vlerë të shtuar për ta ngritur këtë vend në një shkallë më të lartë. Për ulemi me respekt për mundin, gjakun dhe sakrificën e dëshmorëve tanë dhe amanetin e tyre dhe ta çojmë përpara për një Shqipëri më të ndritur dhe pjesë e Bashkimit Evropian. Lavdi dëshmorëve të atë dheut. Një ditë kur përkujtojmë ata që derdhen gjakun e tyre për lirinë kur sot gëzojmë, përkujtojmë sot gjithë dëshmorët e kombit, jo dëshmorët e atë dheut, por gjithë kombit tonë, duke filluar gjithë ata që dhanë jetën që këtu dhe jashtë trojave tona. I paruar qoftë kujtimi, lavdi për jetë, vepra dhe sakrifica e tyre. Nderim dhe mirënjohje për sakrificën sublime të vajzave dhe djemve vlonjatë dëshmorë të atë dheut, me krenarin legjitime dhe me një respekt maksimal që ëndra e tyre europiane sot është edhe më afër falit dhe sakrificës tyre. Lavdi dëshmorë. Një vend që në një ritual të përvitshëm vim për të përullur me nder dhe respekt për sakrificën sublime që kanë dhënë dëshmorët e këtij vendi për liri dhe pavarësi të kombit. Mendoj që jemi në finishin e realizimit të ëndrës tyre të bashkimit të Shqipërisë me Europën, me familjen e madhe europiane, dhe mendoj që kjo është puna më e mirë që ne po bëjmë për realizimin e ëndrës së këtyre dëshmorëve dhe të gjithë patriotëve shqiptarë.